modelimit dhe pastaj edhe fazat të tjera të jetës. Sot çka bën Afrodita Paçarada? Unë plotësisht jam e përkushtuar në karrierën time në profesionin e dizajnerës dhe si shtatë më herët unë kam fillu punën si modele, që më ka jep një eksperiencë shumë të mirë për të vazhdu në këtë profesion. Më pastaj, pas lindjes së fëmijëve, e kam bën një pauzë dhe jam kyç së bashku me bashortin tim Gazmendin në biznes, cila ka qenë po ashtu një eksperiencë shumë e mirë së ardhur për të vazhdu sot këtu ku jam, edhe pse tash mund të them që rikthehem në modë, sepse koleksionin e parë e kam prezentu bashkë me Djellza Kurgesin në vitin 2002, ku edhe kemi jep një kahje tjetër modës, me prezentimin e koleksionit në fashion show, kanë qenë të ftuar mbi 200 persona, fytyra publike, ndryshme personalitete. Dhe sot jam e përkushtuar plotësisht në karrierën e dizajnatorës, ku jo shumë larg në vitin e kaluar, në dhjetor, kam prezentuar dhe koleksionin e fundit mes, që është mirë pritur shumë, për arsye se dhe kam dashur që me punën time të ngriti edhe një kauz, të sensibilizoj një gjë shumë të rëndësishme, vetëdijsimin e femrës për diagnostifikimin e hershëm të kancerit, gjë që është një pikë e cila po rritet dita e ditës më shumë. Shfrytëzoj rastin t'i falenderoj gjithë bashkëpunëtorët, të cilët kanë qenë kam shpreh vullnet të bashkangjiten kësaj kauze, duke filluar prej gjitha miseve, sepse koleksioni ka qenë i prezantuar prej gjithë ish miseve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, edhe bashkëpunëtorëve tjerë që më kanë ndihmuar me realizu këtë event shumë të rëndësishëm, televizionit 21, që ka qenë sponsor medial. Ashtu. Unë pikërisht doja t'ju pyesja sepse ju sa keni arrit dhe ju ja keni arrit që punën tuaj ta ingranoni në segmente humanitare dhe kjo është mirë. Afrodita, kur njeriu ndjen dhimbje, atëherë është i gjallë. Por kur ndjen dhimbjen e tjetrit, është njeri. Pajtohem, pëlqen thënia, është shumë e bukur. Është e vërtetë se cili njeri ka ndjenja të ndryshme edhe përjeton gjanat në mënyra të ndryshme, që nuk do të thotë që dhimbja e tjetrit mund të jetë e njëjtë, mirë po ai i cili me të vërtetë e ndjen vuajtjen apo edhe qoftë edhe gëzimin e dikujt tjetër, mendoj që është njeri me plot kuptimin e fjalës. Afrodita. E keni thënë shumë bukur. Jeta ka 4 kuptime. Të duash, të vuash, të luftosh, të fitosh. Çfarë dashuron më shumë në jetën tuaj? Unë pikës pari mund të them e dua jetën dhe jam e falenderuar që çdo ditë, çdo mëngjes jam në këtë jetë. I adhuroj, i dashuroj, i dua fëmijët e mi dhe bashkëshortin tim, edhe të gjithë njerëzit që kanë qëllime të mira në jetë, të cilët e ndajnë dhimbjen, që dinë të luftojnë, dinë të vuajnë, dinë të gëzohen. Kënë djerë vujtje ndonjëherë? Po, nuk do të isha njeri nëse nuk do të isha ndi vujtje, patjetër. Kur keni luftuar më shumë në jetën tuaj? Fjalën luftë, nuk e kisha përdorur si luftë. Ndoshta jam ballafaqur me eksperienca të ndryshme. Kështu luftë munde me cek momentin kur e kam fitu smundjen kundër kancerit, cilën e kam pas para 2 viteve. Ajo ka qenë, do të thonë, lufta ime vetëm në jetë, ku unë e kam fitu betejën. Unë e kam pas fatin se ka qenë faza e parë dhe arsyeja pse unë gjithmonë e ceki pothuajse në shumicën e intervistave është për shkak që mendoj që në qoftë se mund të jap një pikë kontributi që një person mbasi që e shiqon këtë emision e ndjen veten të vetëdijsuar të bëjë një kontroll të përgjithshëm, mendoj që kemi obligim njerëzor për të gjithë njerëzit të kontribuojmë nga eksperiencat tona. Edhe kjo është arsyeja.
Po Vjosa? Është jashtëzakonisht e rëndësishme që secili prej nesh, pavarësisht çfarë profesioni kemi, të ngërthejmë atë pjesën humanitare në të, dhe kjo që e ka bërë Afërdita vërtet është e jashtëzakonshme, sepse duhet potencohet që në 98% të rasteve kur kanceri i gjirit detektohet apo vrehet më herët, ato gra mbjetojnë. Prandaj është më rëndësi që kjo të përmendet në çdo emision. Ne tani si grup i grave deputete, pavarësisht partisë politike, kemi fillu projektin e mamografisë mobile, ku janë mbledh me 10.000 euro prej donacioneve të ndryshme, dhe tani ai mamograf do të lëviz në përqendra të ndryshme të Kosovës, përfshirë edhe vendet më të thella rurale, në mënyrë që këto gra që nuk kanë mundësi që të shkojnë tek mjeku, qoftë për shkak lagësisë, qoftë për shkak se nuk kanë mundësi financiare, ta kenë mamografin te dera. Dhe vërtet ne shpresojmë që ky projekt realizohet, dhe po ashtu televizioni 21 vërtet na ka përkrahur, dhe shpresojmë që kjo vëmendje mediatike te kjo sëmundje të mbetet, sepse vetëm kështu mund të vetëdijsohen njerëzit, dhe ky vetëdijsim besoj që mund të shpëtojë jetë. Dhe pikrisht neve në këtë emision kemi sjell i cili shiqohet pa fond, kemi hapur këtë temë me një femër afërsisht perfekte. Mos bëhem pretencioz, e cila do të ishte vetvetja, beson vetvete dhe ka shumë shije. Duke pas shumë shije, fustan të bukur për vete, fustan të bukur për... Vërtetoj këtë që unë vje shumë keq që nuk jetoj këtu në Kosovë dhe nuk jam shumë informuar rreth çka ndodh këtu në Kosovë, dhe pse jam larg, unë mundohem të jem më afër informacioneve dhe sinqerisht gjithmonë jam mundu të jem e sinqert dhe jam nga natyra tipi tillë. Kur më kanë marrë sot në telefon Afërdita, unë kam dëgju për mamet edhe prej shumë gjeneratave tjera që është një femën shumë e bukur, ajo s'kam nevojë ta them ajo shifët. Dhe sot kur shkova, vërtet unë ndjeva shumë krenare që ekziston një shqiptare shumë e suksesshme, shumë e bukur, që në fillimet e asaj, sepse në shqiptarët fatkeqësisht e kemi atë pa kemi të prapambitur, duhet ta them, po më vjen shumë mirë që ka njerëz të tillë që mundojmë që gjitha femrave të na hapin syt dhe tregojmë se ka gjëra të bukura në jetë dhe duhet kujdesemi më tepër për vetë. Lavdoje Adelina, se të ka vesh. Ka vesh bukur dhe... Unë ta them vërtetën, po ndjena shumë komfort në këtë fustan. E bukur ajo. Shumë mirë. Dhe unë kisha sugjeru çdo femër që do ndihet mirë dhe bukur të shkon dhe ta zgjidhë një fustan, se kishte zgjedhje shumë të madhe. E bukur ajo. E bukur thot, jam shumë e sinqert, të pyesin kështu djem të ri kur të vardisen, a je sinqert? Po jam e sinqert. Jo, jam e sinqert. Jam e sinqert. Jam shumë direkte. Po Koran? Unë gjithashtu du ta përshëndesat ato fotografi që ne kemi pa në për billboardat gjithë ka në për Prishtinë, do shtë edhe në Kosovë, të Afërditës, janë disa fotografi perfekte, mund t'i quaj, edhe desha të lidhen me Vjosën tek spoti, tek klipi, cilën e kanë bë gjitha deputetet bashkë për kancerin e gjirit. Ka qenë, për mendimin tim, një diçka që duhet të bëhet çdo herë, sidomos para zgjedhjeve në Kosovë. Që gjithë partitë politike, gjithë politikanë tonë të bëhen bashkë dhe të shihen bashkë aty. Për arsye se populli dën ashtu. Edhe populli duhet të jetë evident në një diçka që Absolutisht. Rrezikshmëri e madhe për të gjithë ne. Mund ka pëlqyer jashtëzakonisht ai spot. Edhe unë, Korab, femrat bëhen bashkë, kur e kanë një qëllim, nuk dallohet, partitë aty lojnë anash, dhe unë besoj që këtë projekt e mashkujt duhet me intervenu te mashkujt, me gjithë një arsye për mu bo bashkë, sikur se na femrat. Të garantoj që veç le të bëhen bashkë femrat bukura, se dhe mashkujt aty do t'jenë. Absolutisht. Do të kalojmë në një moment tjetër? Na jem unë edhe një ndërhyrje të vogël, mos i përmend shumë femrat e bukura, se sot je i rrethuar me Mitrović Sali. Jo, s'ka problem, nuk ka problem. Jo, nuk ka problem. Por, para se të vazhdojmë spektaklin, gjithsesisht bisedën me mysafirët tanë të tjerë, vazhdojmë të sjellim edhe pak atmosferë parlamentare.
do të ftojmë në vazhdim në ndorë tërkitje tuja grupin e humorit, grupin e famshëm G5.